Jemi mësuar tani më me ecurin e një programi që mbështetet në një vizion dhe në një plan rritje të qëndrueshme dhe afatgjatë të policisë së shtetit, ku paralelisht me punën e përditshme, me betejat e përditshme, me sukseset dhe edhe të metat e përditshme, punohet intensivisht për një transformim pa as më të voglin dyshim epokal, që është vënia në shfrytëzim e teknologjisë lartë për të transformuar nga rrënjët marrëdhënien e policisë së shtetit me qytetarin. Pak muaj më parë, në një tjetër aktivitet që ishte pjesë e këtij programi të zhvillimit teknologjik policisë së shtetit, ne u angazhuam që shumë shpejt efektiva e policisë në terren do të pajisen me kamerat e trupit, çka i bën të monitorueshëm në çdo sekond të orarit tyre të kryerjes detyrës, në çdo aspekt. Vendodhja, lëvizja, komunikimi me qytetarët, reagimi ndaj çdo sjellje apo veprimi që bie ndesh me ligjin. Dhe ja ku jemi sot, vetëm pak muaj pas, për ta lançuar realizimin në terren të këtij aspekti të programit ton shumë ambicios për transformimin rrënjësor të policisë së shtetit. Ky është një angazhim, siç e thash, i pandashëm, një angazhimi i përditshëm. Dhe faktikisht na jep mundësinë që si një vend jo shumë i zhvilluar të bëjmë një kapërcim epokal. Spari për të realizuar një marrëdhënie shumë më cilësore mes policisë dhe qytetarëve. Së dyti, për të realizuar një betejë të përditshme shumë më cilësore ndaj krimit të organizuar, korrupsionit apo shkeljeve të ligjit në territorin e bashkëjetesës qytetare. Së treti, për të ngritur në mënyrë shumë më të shpejtë nivelin e vetdijes dhe të përgjegjshmërisë së çdo efektivi policie. Ky program, pra programi i revolucionit teknologjik në policinë e shtetit, është një mundësi e pazëvendësueshme për të realizuar një transparencë të plotë në të gjithë veprimtarinë e forcave tona të rendit. Transparenca i jep mundësi drejtuesve, i jep mundësi punonjësve, i jep mundësi qytetarëve, i jep mundësi komuniteteve, i jep mundësi partnerëve të lexojnë çdo aspekt të kësaj veprimtarie. Dhe ballafaqon policinë e shtetit me mundësinë që çdo ditë të realizojë ambicien e madhe për të qenë një polici që nuk ka dallim me policitë e Bashkimit Evropian. Një nga aspektet në të cilat Ministri i Brendshëm, ekipi i tij, drejtues të policisë janë fokusuar qysh ditën e parë, ka qenë beteja me
analfabetizmin apo gjysmë analfabetizmin në komunikim dhe në sjellje. Me normat e papranueshme të edukatës qytetare të efektivëve të policisë, si rezultat i një degradimi të vazhdueshëm të rolit, misionit, të funksionit, por edhe të nivelit të vetdijes efektive të policisë. Trashëguam policinë më të paedukuar në Europë dhe në rajon, me nivelin më të lartë të moshës, me nivelin më të lartë të analfabetizmit funksional dhe me një numër shumë më të vogël se sa policit në rajon apo në Bashkimin Evropian. Dhe vendosja e standardeve të reja është lehtë të thuhet dhe të shkruhet, por është shumë më vështirë që të zbatohet. Për këtë arsye, besoj që sot, duke parë edhe këtë grup që kemi këtu përpara, që nuk është një grup fotomodelesh, por është një përfaqësi e një policie shteti që po ndryshon në moshë, po ndryshon në ekuilibrat gjinor, po ndryshon në sjellje, jemi absolutisht bindur se jo vetëm kemi bërë gjën e duhur, por se po të mos kishim bërë ndërhyrjen e menjëhershme për të riçelur dyert e Akademisë së Sigurisë, për të ftuar qindra e qindra vajza dhe djem të shkolluar që t'i bashkoheshin përpjekjes son, sot do ta kishim shumë e shumë më të vështirë të ballafaqoheshim me nevojat dhe pritshmëritë e publikut. Por nga ana tjetër kjo nuk mjafton. Dhe mundësia që na jep teknologjia e lartë është e pafundme. Dhe faktikisht sot me këtë sistem ne heqim çdo mundësi justifikimi, çdo alibi, çdo instrument për të manipuluar të vërtetën nga çdo komunikim mes policit apo punojësit ose punojësit policisë dhe qytetarit, sepse gjithçka regjistrohet. Ashtu si kundër, i japim fund çdo mundësie nga ana e qytetarëve dhe posaçërisht nga ana e atyre që ndjehen ende më të rëndësishëm se tjerët për të fajsuar efektivat e policisë në përpjekje për të justifikuar një shkelje të rëndomt të ligjit në rrugë. Kamera e trupit siguron nga një anë eficiencën maksimale në përdorimin e të ardhurave nga taksat e qytetarëve për të paguar policinë e shtetit, dhe nga ana tjetër një mbrojtje spektakolare të efektive të policisë nga sjellja abuzive e kujdo që në ballafaqimin e drejt për drejt, ditën apo natën, në mes Tiranës apo në një rrugë periferike, i bën mbish ligjit dhe shfaqet para policisë me gjithë farë lloj imunitetesh të pretenduara. Por ende më e rëndësishme është se futja e efektivave policor të pajisur me këtë teknologji të lartë digjitale në terren rrit sigurinë dhe jep mundësi që kapja dhe monitorimi i çdo shkelje
dhe sigurimi i provave në kohë reale të bëhet me një faktor të tretë në mes, që është syri objektiv i kamerës digjitale. Dhe çdo informacion që merret nga ky sy objektiv transmetohet në kohë reale në trurin elektronik të policisë shtetit, ku memorizohet dhe në çdo moment është në dispozicion të drejtuesve të policisë për të proceduar më tutje. Nuk diskutohet që ka dhe një element të tretë, përpjekja antikorrupsion e policisë shtetit hyn në një fazë tërësisht të re. Sepse gjithçka në komunikimin mes efektivat policisë dhe çdo qytetari që përpiqet ta mbulojë shkeljen e ligjit duke e paguar rishfet, zhvillohet përpara këtij syri objektiv që mbledh çdo informacion dhe ekspozon çdo sekond të çdo komunikimi. Pra, nuk është e tepërt të pretendohet se me shtrirjen e kësaj teknologjie në të gjithë territorin dhe me futjen e kameras digjitale në punën efektive të policisë në teren, zhduket rishfeti. Çdo mundësi për rishfet bëhet praktikisht e pamundur, sepse nuk ka asnjë mundësi efektivi i policisë që ta fikë kamerën, ta mbylli syrin objektiv që mban mbi trup dhe të përfshihet në bashkëpunime me natyrë korruptive. E pra ja ku është një provë kokfort dhe shumë domethënëse e asaj që kemi thënë dhe kemi përsëritur dhe do të përsërisim vazhdimisht. Nuk janë njerëzit që korruptojnë sistemet. Janë sistemet që korruptojnë njerëzit. Dhe për të luftuar korrupsionin, për të luftuar për hapjen e tij në formën e rishfetit në territor, ka vetëm një mënyrë për të siguruar qëndrueshmëri: ndërtimi i një sistemi të pakorruptueshëm nga njeriu. Dhe të një sistemi që faktikisht nuk e korrupton njeriu. Nuk janë zëvendësimet dhe ndëshkimet zgjidhja përfundimtare, janë vetëm një pjesë e zgjidhjes. Zgjidhja përfundimtare është modernizimi i sistemit, funksionimit të gjitha marrëdhënieve mes publikut dhe shtetit në çdo sektor. Përmes kamerave të trupit janë regjistruar disa histori suksesi që flasin vetë në periudhën e provave dhe të kolaudimit. Që nga operacioni i quajtur Kruja, tek ai tjetri i quajtur Prokurori, tek Tempest 2015, ku janë kapur autor të dyshuar vrasjesh, ku është arrestuar një prokuror i përfshirë në mitmarrje dhe ku janë ndaluar 5 persona në suazën e operacionit ndërkombëtar. Dhe nga ana tjetër, vetëm në këtë periudhë provash ka pasur arrestim të efektivit policisë për rishfet. Nuk ka asnjë dyshim se besimi i publikut tek policia e shtetit bazohet në rezultate. Por unë e i bindur se rezultatet e arritura deri tani janë vetëm baza për rritjen e mëtejshme të tyre.
Dhe arsyeja themelore qëndron tek gjithçka po shohim dhe po diskutojmë sot. Tek fakti që në policinë e shtetit sot nuk punohet sot për sot. Tek fakti që leadershipi i ministrit brendshëm nuk është administrim i të përditshmes, por është në të njëjtën kohë vizion dhe vullnet për të projektuar në afat të mesëm dhe në afat gjatë dhe për të realizuar paralelisht këtë program të revolucionit teknologjik në policinë e shtetit, e cila sot është një shembull i shkëlqyer për gjithë sektorët e tjerë. Se si teknologjia na jep mundësi të lëmë mbrapa një epokë tër ndryshimesh, iku njëri erdhi tjetri, ikën një parti, vjen një parti, ikën një qeveri, vjen një qeveri, ikën një drejtor, vjen një drejtor, që në fund fare nuk sjellin kapërcimin epokal sepse nuk ka ndryshuar sistem. Kjo është një reformë tërësore në kantierin e madh të reformave të qeverisë. Dhe është një reformë që po jep hap pas hapi rezultate që njëra pas tjetrës, jo vetëm në japin mundësi që të kemi një polici shteti shumë më të përgjegjshme dhe të suksesshme në krye detyrës sot, po na japin mundësi të projektojmë një polici shteti që nesër do të jetë ende shumë më e vetëdijshme, shumë më e përgjegjshme, shumë më e suksesshme se sa sot. Sigurisht që pas çdo reforme ka një sër masash, ka një sër programesh, ka një sër planesh që kërkojnë përgatitje, kërkojnë studime, kërkojnë analiza dhe vendimmarrje, kërkojnë prova për të kolauduar, siç është kjo që sot bëhet pjesë e realitetit policisë shtetit, pra kamera, syri objektiv në trupin e çdo efektivit policisë, për cilën puna ka filluar prej 2 vjetësh. Dhe shtrirja e gjithë këtij rrjeti, vëzhgimi objektiv të trurit elektronik të policisë shtetit në të gjithë territorin, pa as më të vogël ndryshim, do të sjellë një përmirësim rrënjësor të mëtejshëm të situatës që sot as nuk ka të krahasuar me 2 vjet e gjysmë parë, por ju siguroj se pas 1 viti, 2 vjetësh, nuk do të ketë krahasuar me këtë që kemi sot. Rezultatet e policisë shtetit janë të njohura dhe të mirë njohura. Janë të njohura publikisht, janë të mirë njohura ndërkombëtarisht. Dhe asgjë, asnjë përpjekje sado e pa turpshme, sado e pa përgjegjshme, sado kriminale, për të bërë politik me krimin, nuk e frenon dot. Jo vetëm transformimin e policisë shtetit, por dhe rritjen e besimit të qytetarëve tek policia e shtetit. Sepse policia e shtetit flet me rezultate. Padyshim që ka ende sot në territorin e Shqipërisë efektiva policie që janë më pak të edukuar se sa shumë kolegë dhe sidomos kolege që i kanë dhënë policisë shtetit jo vetëm një fytyrë tjetër, por dhe një nivel tjetër në shkallën e respektit qytetarit. Padyshim ka ende sot në territor efektiva policie që bien pre e tundimit për të kërkuar rishvet. Padyshim ka ende sot
aspektet punës policisë shtetit që janë më pak të shkëlqyera se sa aspektet që flasin troç për këtë histori suksesi. Do t'ishte e pamundur që të mos kishte. Do t'ishte e habitshme sikur gjithçka në vetëm 2 vjet e gjysmë t'ishte transformuar dhe sikur e gjithë policia e shtetit në të gjithë territorin të kishte fytyrën, përgatitjen dhe sjelljen e këtij grupi të reja zhetrinj që janë këtu sot. Por fakti që sot ne mund ta shohim dhe mund ta mendojmë të shkuar në afërt si diçka që është gjithmonë më e largët dhe ambicet tona janë shumë më të mëdha, flet vet. Janë këto rezultate dhe është ky transformim që na bën të jemi edhe më ambicios. Dhe ashtu si kundërpara disa muajsh lajmëruam këtë që po ndodh sot dhe që siç e tha ministri do të shtrihet në të gjithë territorin hap pas hapi me synimin që brenda vitit çdo efektiv policie në terren të ketë syrin objektiv që lidh veprimtarinë e tij me trurin elektronik të policisë së shtetit. Sot po ju them se në pak muaj të tjerë ne do të kemi një tjetër hap të madh dhe një tjetër stacion në këtë revolucion teknologjik. Vendosjen e kamerave në rrugët e vendit me standardet më të larta teknologjike dhe të lidhura dhe ato në sistem me këtë tru elektronik. Deri dje policia e shtetit u ka dhëndis në një uniform pa tru. Sot nuk është vetëm një uniform dhe një kolektivitet njerëzish gjithmonë e më të vetëdijshëm dhe të përgjegjshëm, por është edhe një sistem, një organizëm që bën bashk njeriu dhe teknologjinë. Dhe ky stacion tjetër, ku me siguri do të jemi përsëri bashk, për të parë qoftë progresin në këtë projekt që fillon realizohet sot, qoftë fillimin e projektit tjetër me kamerat inteligjente në akset kryesore të Shqipërisë, do të na krijojë një mundësi tjetër, një mundësi të shtuar dhe të re për të qenë jashtëzakonisht më të shpejt, jashtëzakonisht më të saktë dhe jashtëzakonisht më të përgatitur për të reaguar në kohë reale ndaj krimit dhe ndaj çdo shkelje në hapësirën e bashkëjetesës sonë dhe do të sjell një nivel të ri të paqes, qetësisë dhe të sigurisë për çdo familje, për çdo qytetar dhe qytetare të këtij vendi, për çdo prind, për çdo të ri, për çdo fëmijë, sepse të gjithë nuk do të jenë më thjesht dhe vetëm të vetëdijshëm se me një klik mund të kenë aty pranë policinë fal sistemin të komisariatit digital, por do të kenë sigurinë se askush nuk mund t'ju afrohet për t'ju bërë keq pa lënë gjurmë. Gjurmë në syrin dhe në trurin elektronik të policisë së shtetit. Dhe këto kamera inteligjente kanë kapacitetin e identifikimit shumë të shpejt të kujdo që bën keq. Pa pasur nevojë për të bërë operacione hetimesh e kërkimesh të sofistikuara, duke pastruar rrugët kryesore të vendit, rrugët kryesore të qyteteve tona nga çdo sjellje veprimtari kriminale ose abuzive.
nuk kemi qenë të pavetëdijshëm apo utopik, kur jemi angazhuar që në 4 vjet do ta bëjmë policinë e shtetit shqiptar një polici që jo vetëm do të jetë një shembull i madh suksesi i reformave, por nuk do të ketë dallim nga policitë e vendit rajonit. Ashtu si kundër nuk është as utopi dhe as mungesë përgjegjshmërie në analizën e të sotmes dhe të programit për të ardhmen, nëse themi me plot bindje që edhe pak vjet dhe policia e shtetit shqiptar do të jetë një polici shembullore që nuk do ketë dallim nga policitë e vendeve të Bashkimit Evropian. Reforma do të japi rezultate të mëtejshme. Gjithë procesi i edukimit që po ndodh intensivisht ndërmjet Akademisë Sigurisë, nëpërmjet gjithë sistemit të trajnimeve, që është ngritur në gjithë policinë e shtetit, nëpërmjet përpjekjes përditshme të drejtuesve për të përmirësuar sjelljen efektive të policisë, është baza e një historie të padiskutueshme suksesi dhe është një nga arsyet e forta pse qytetarët e këtij vendi duhet ndjehen shumë mirë që kanë investuar me votën e tyre për atë ndryshim të vitit 2013 që po sjell ndryshime të njëpasnjëshme. Diku më të shpejta, diku më të avashta, diku më të dukshme, diku ende jo të prekshme, sepse tillë është natyra e një procesi kaq gjerë reformimi për të bërë shtet. Nuk mjafton të bëjmë policinë e shtetit për të bërë shtet. Nuk mjafton të vendosim lishmërinë në një sektor për të bërë shtet. Duhet të bashkojmë të gjithë gurët e shpërndarë dhe të hallakatur të një mozaiku të shkatërruar për vite e vite të tëra. Jam shumë mirënjohës të gjithë atyre që janë angazhuar në këtë projekt. Jam shumë falenderues gjithë ekipit që mbulon programin ambicioz të revolucionit digital në policinë e shtetit dhe padyshim jam shumë falenderues drejtuesve të policisë së shtetit, të cilët nuk erdhën nga hëna, të cilët ishin këtu mes nesh, njerëz punëtor, njerëz të karrierës, njerëz me eksperiencë apo më të rinj, që e kanë përqafuar plotësisht misionin real të policisë së shtetit, që është të mbrojë qytetarët nga shkelja e ligjit, që nga rruga deri në labirintet e krimit organizuar dhe të mos bëj dallim për asnjë qytetar. Nga ai më i thjeshti që lustron kpuc në një trotuar, tek ai më i kamuri që përballë policisë së shtetit nuk është as më shumë as më pak, po aq i zakonshëm dhe i rëndësishëm sa ç'është lustraxhiu në rrugë. Shumë faleminderit.